veteranët që u amundson punësimin në sektorin privat dhe ta gëzojnë edhe pensionin e veteranit. Unë e di që jo zyrtarisht një prej kritereve të nismës në bashkëbisedim që kanë pas për me gjetë një koalicion apo mbështetje të mundshme ka qenë pikërisht kjo pika e nismës. Edhe më duket ato që këta kanë pas refuzim, si për ironi, po e implementoi ka nëse vije në pushtet në qeverinë Kurti 3. Kjo më duk pak interesant se të ato dhe premtime tjera, rritja pensionit bazë. Një prej tyre u ndërlidha me që kanë diskutuar me nismën si partner të mundshëm që e ka pas më të vëlletshëm theme, më të përshtatshëm për to. Që kjo ka qenë një prej pikave që e ka. Edhe pikën tjetër që e pati për shembull që e përmendi, aviokompaninë e Kosovës, e cila gjithashtu është pjesë e programit të LDK-s, edhe ato e nxori, domethënë e kërkoi mbështetjen e LDK-s. Megjithatë në gjithë ato diskutimet që u bën sot, më pëlqeu shumë Ramush Haradinaj, i cili doli dhe i tha për luftën hibride, por ama tha në fund mëram tha ti je realisht produkt i luftës hibride, kështu që s'kemi çka flasim më me ty. Kështu që ai ja vuni pikën gjithë diskutimeve, të cilat kryetarët e tjerë të opozitës nuk është që thanë diçka që nuk e kanë thënë tashmë, nuk është që thanë diçka të re. Arbresh, te je shumë, vjen me najt me shumë njerëz, me pas kontakt me shumë njerëz, sa janë njerëz të lodhën qështu prej politikës edhe prej saj situatës që është? Pikërisht unë do ashtë analiza ime me që jem pak ma ndryshë dhe për qasaj që është në teren dhe prej statusit tim si gazetar për punës që e bëj. Më mendoj që qytetarët janë lodha aq shumë sa që kjo ka reflektuar dhe në zgjedhjet lokale. Unë e njoh shumë njerëz dhe vajza të reja që kanë energji dhe kanë një vedim, kanë thonë Arbresh, unë nuk dua as me dalë në zgjedhje. Që në fakt formë është revolt, anëse kjo nuk shprehet në numra dhe në letër. Ka numre, po. Absolutisht, për mua do të ishte shumë më e mirë, më pranueshme që ajo votë i bëj ekse pa vlefshme dhe ajo është forma tjetër e revoltës që do evidentohej që për ne qytetarët nuk kanë më besim dhe nuk do me votu kërkën. Pra, njerëzit janë të lodhur, aq më tepër që ne jemi duke shkuar në dimër, edhe që tash bara më e madhe se cilës familje në ekonomi vrehet tani në këtë sezon. Duke ditë që njerëzit i kanë filluar mësimin, ku shumë njerëz pra nuk e kanë jetesë minimumin e mirëqenies, çmimet shkojnë ende dhe më shumë rritën edhe këto e vremin e produkte që i blejmë gjatë dimrit edhe ushqehemi, drut, ngrohja, ajo kjo rryma, domethënë situata rëndohet veç më shumë dimri dhe qytetarët më nuk kanë interes. Unë madje i thonë as që po më intereson a bëhet kjo qeveri, as nuk bëhet, as sepse në fund ditës faturat po i paguajmë ne si qytetar. Ne nuk e kemi dorën në shtetit dhe ashtu jemi mësuar me funksionu pa dorën në shtetit. Por a është e kaluar çdo limit nëse këshirim në anën morale, nëse do duhet të kishte një anë morale, politike dhe qytetare. Që ka morale në politikë. Absolutisht që kjo është shumë relevante më pas. Për gjithë ata 120 deputet, atëherë kjo është temë tjetër. Mendoj që në të kalu kit kufit, Kosova është futur në një krizë më të thellë politike me vedije, sepse përfundimin e kemi ditë edhe ne çëshmoti, sikurse e ka ditë zotri Kurti, sikurse që edhe na sikurse që edin edhe opozita gjekë. Ka shpresu që se din. Unë mendoj që dy palët janë shumë të vetëdijshëm që nuk i ka numrat në këto kombinime pa listën serbe. Nëse opozita e bën një kombinim të mundshëm, unë nuk e di se si ajo do të pranohet publikisht, duke ditur në çfarë situata shimi futur atë diskursit publik. Kjo është një temë tjetër, por a do mund të kemi zgjedhje? Unë konsideroj që mund të kemi zgjedhje sepse asnjë palë nuk po duhet të favorshme. S'ka numra kërkosh. Po pikërisht për këtë, zgjedhjet janë opsione dhe që ka deklaruar edhe vetë opozita që ne po shkojmë drejt zgjedhjeve. Që pra, vitin e kemi nisë me zgjedhje, një vjesh me zgjedhje, që këto jenë të regulltat pak të në 4 vjeqare, base e përmbyllën vitin, është pak për mua, pak e fështirë kjo me shku në dimër, janë festat, nuk e prishin pak qefin këta, se do të me shetit pak, me pushu, kanë mua rogat të mejt, mendoj që shkurt janar... Për shkak që mërgata vjen... Edhe ajo është një prej kalkulimeve, mundet me qenë edhe ajo, po si do qoftë, o kemi me përmbyll, o me njës vitin me zgjedhje, pra është bërë një cikël i pakryer. Qëka desha të lidhëm është emrat e kabinetit që mua me ranë shumë përshtypje. O, zot! Dhe thonë, këta luajnë edhe me karta me njerë që i kanë ngrit, një pityre që ishte dhe Zotri Basha, që pra po jep një komoditet më të lartë, po ta besoj Ministrinë Infrastrukturës, një ministri me shumë telashe. Edhe me shumë pare veç. Pa diskutim gjeke, edhe po e sillim zonjën Haxhiu kryekuvendare. Ata kam thënë që në fillim që kjo është formula. Basha është të këshu, ose do dërhiqej, ose do hiqej. Shumë interesante. Duket që Basha është një farë presioni politik të brendshëm, politik, sepse i doli ai skandali, të themi, skandal me punimin shkencor që ne kemi diskutuar, që jo rastisht Eda ka thonë, edhe me shumë të drejtë, u shfaq ajo në diskursin publik, dhe tash po e luajmë me kartën që po ta akomodojmë, madje pashëm ratë ministrave në linja që edhe sektori ku ne përcjellë që nuk është shumë ndryshime,
O, apet Donald Bulenën me po kryetare. Moni me Dimalin bre, nëse Veç aje dhe presidentja legjitim për momentin. Për një Dimali do me thonë kina mund shumë livadeve na. Do me thonë nëse edhe qeveria nuk se shumë i livadeve. Nga krye kuvendari mund ta ke president në prill nëse nuk e zgjedh. Okej, shumë mirë. Edhe pantollat mundet mi vesh gjallë për perfekt. Me ty po kom qef pak me jau qa halin popullit, edhe nëse kishe pa një aspekt psikologjik, qysh qa ndodh me shoqnin, qysh e përjeton shoqnia kur shteti futët me një pasigurit përhershme, a e hupin besimin qytetarët krejt, ma ndej nështë edhe për që ata pse me dalë në po si pasoj psikologjike është edhe tu ra numrin i votuzve, do me thonë, që kjo është që të gënjen njëherë para qytetarit, premton, se qënë premtimi, njëherë, dyherë, kjo si pasoj psikologjik, me psikologji shumë të këthjellur qytetarët e kanë marrë këtë vendim edhe i kanë bujkotu shumë i zgjedhjet edhe janë të lodhën. Normal që i shkakton lodhje, normal që kur ti me një shtet jeton edhe nuk i siguri, ti s'ki qysh ki me funksionu. Normal që psikologjia ty në ato momente ka mu të razu, po na si popull jemi të fort. Na si popull jemi të fort, na i na mësu. Apo kupton, jemi edhe pak të kalitur në këtë aspekt. Kështu që besoj që kjo rezistenca jone brendshme kolektive. O tash edhe mu të ranu nuk mujnë populli, apo kupton, që të probleme. Ose du të mu vetdisu, ose duhet me bojkotu komplet. Ose i ose dhe rritet emigracionit. Se cili na shkojmë me një shpresë, e japim një vot me një shpresë për të mirën e vendit tonë. Më vjen këtë si qytetare për dalë krejt jashtë temës, qysh një shtet i dalun mas luftës, një popull i hekun të një jetën edhe kanë hala vullnet me bo hajgare me këta njerëz, me Kosovar, me vitet tona të okupu, me vitet tona të hekt, edhe hala me pas vullnet. Unë i përgëzoj, sinqerisht e kam, për që ata dhe s'kam qef as me folë për ta, as me janë kushtu kohën tem, ata janë të bo me popullin hajgare, edhe unë zakonisht në këto temat politike, jom të e këthyn hajgare, për du me bo hajgare me ta. Kush do që të ndryshan, as nuk po reflektojnë prej debatev. Kemi në televizionet tona debatet pa numër ta, me bërtima, unë nuk përshë që kur gjosht të reflektu të qëta politikan. Apo kuptan, kështu që spongojnë asponin. Kjo pi bjen që na jem këto, edhe jo vesh muni ose me duar të rëkit, ose me kajt, ose me kesh, njënën. Një popull që kështë shkull logaridhanje jashtë studiove televizive të Facebookut, o me ndoj që e kështë ndryshu mëndësim. Po pikresht që kjo po më qëtit edhe po më habit shumë. Apo kuptan. Shumë shtetin tranzicion. Ne kemi arë, politika ka pru mentalitetin e funksionimit që njerëzët, si shpo e thot flutra, duhemi kry veç punën e vetë sa ma shpejt, ma pak fjallë, ma pak kontakt, me pas një rati, se pas siguria është të madhë, të pak të tarë është të punës. Zotin arrujt me bo me dvet dikush me cilën partije, cila do parti që është në pushtet, du të me shku, si cili qytetar në shtave, e frigohet me thonë jo me tjetërin se e din që me bo me lëshun një fjallë, në të puna i shërë indirekt, apo kuptan, kështu që po, edhe që të frige kanë shumica, sepse na kanë jep një farë frige që kushdo që është pushtetar edhe kushdo që e merë pushtetin, lunë me neve. Panvarsisht, për shamull, unë si aktore mu i me jep një deklarat televizive me 100 tuta që ka po më kërset për mrapa. Apo kuptajnë, kjo nuk është se ki as drejten e liris të fjallës e se shprehonit. Mu po më qudit populli, me të vërtet po. Po më qudit populli... Po populli ka njësë edhe mu frigu. Po, edhe mu frigu, edhe mu tut. Unë i kuptoj krejt, po qysh nuk organizohen për një me mu vedisu edhe populli edhe me... E prej qkapit po dhoni që tutët populli? Tutën se shumë njerës për shamu punojnë në organizata në... Ose kanë familje që kanë dikon familje që punën se sa në të vajtëni, shërbis civil, edhe frigohen që e upin punën e punës, po normal. Po do në kërkush mi abo taksi vabit kuc-kuc. Veç lyrë, për shemblë, kërfoli edhe për drejten e medjave dhe të gazetarve, aty merdi me kesh, o, s'musha munal, ma shumë se në emision të kalumin. Nuk e kom djekë për unë ka pëllqy që të fakti që e kemi edhe që aty që pa i gazetarë. Me ty e pati, konkretisht, që ti duesh me pas më shumë liri dhe të liritë të shprehurit dhe të drejtët të gazetarve. Nuk përmendi bashkë me emër, për që shtë. Më pëlqen fakti që vitin e kemi njës me zgjedhjet,
dhe po e përfundoj me zgjedhjet, i kisha sugjeru të gjithë qytetarët e Kosovës, vën aty yllit të mbradhën e t'i qesin zgjedhjet 2025. Kutinë e votimit. Kutinë e votimit. Milionat për edhe votat. Te stolisim bredhin me vën stolive me vota. Eda që apo menon që tash ka me ndodhë kur të fton presidentja Osmani krejt? Kur gjë eq. Asë gjë. Opozita nuk është e interesume me hy me listën serbe për me bo qeveri, sepse ka frik nga diskursi patriotik i Kurti që ja këta. Shife, neve nuk në mbështetën, neve shqiptarve po mbështetën prej serbe, do filloj diskursi patriotik i zakonshëm si që është në Kosovë. Ja, bët në Albini. Nuk bëhet zgjidhja. E gjeke, pse nuk po dojmë pra me bashkëpunu kërkush me Albini? Po nuk po dojnë, LDK nuk dënë se një e ka provu. Ode? Kalzon të mund për që qeverisje që e pat Albini që ka bune? Do në me na prish ma aliatin kryesor. Jo do në me na prish. Kalzon e të prishim aliatin kryesor, i ciki e da shumë mirë. Aso dhe përmeni valase aliata. Sinqerisht e kam kalzomni që ka boni për qëto 4 vjetë që... Kur foli për rritet investimeve... Sutra, a i mor gati 42% në zhjët e në shkurtit. Veç mos të një që është urën e Saradronit e ka bo. Presidentja, që ka me ndodhë nëse i mbledh presidentja, kur këtyne nuk ju ka artur për 8 muj me lujt me qytetarët e këti vendit, edhe mos me kryu të qeverin, hiq nuk besoj që i mundet me artur për edhe para presidentës. E një dyta, po më qudit fakti që pa u miratu bugjeti i Kosovës, munisa dhe zgjedhje tjera. Gjek fate me thonë në shkobrë. Ata po din, ata ne t'i grojmë. Do t'i marru nga si deputet, po ajtë sa t'ju esë i legislatura, dhere nëse shkojmë në shpërndarë në kuvendit, jenë lodhë shumë, kam pasu për angazhim deputet të Republikës. Nga 5 minutë. Nuk ka rasi vjetë ka bjërë edhe ndjetim. Po ndihem keq më shumë nëse shkojmë zgjedhje shumë shpejt, sepse unë i di ju zyrtarisht që thonë kam frikën gjithmonë apo mërim u bo deputet, kemi shumë kredi, kena bo disa investime, edhe imagjino stresin e qytetarit që fundin e mujit e kalon ndoshta as me 20 euro. Kështu që imagjino çfarë stesi për ballën deputetë. Mu ka duk shumë interesante lista, sepse prej krejt vetëvendosjes aty kanë veç 2 vetëvendosje tamam. Dhe më thonë, s'ke as Besnik Bislimi, s'ke as Liborna Liu, mo. Po, e vërtet, po, nuk e pat as Hysen Durmishin që e ka shok të burgut. Dhe më thonë, 2 veta kënë taman më habiti Fatmir Spahiu, a i gjithmonë ka thonë që është apolitik, thu se ka në zonë pa pregaditë Fatmirin më bo minister. Jo, kështë e bërë një status, Fatmir. Po, e ledzova dhe statusin, po. Nëse bërë një ftesë, së është januar politikisht, është fajnë për kulturën. Mande mu duk shumë interesant fakti që e ka bo propozuan din Hotin për minister, për derisa motra Andinit, e cila është non e vetme, pa të ardhuna, se s'ka kërkon për familjes, me një fmi me... Probleme zhvillimore? Nuk janë probleme zhvillimore, po me aftësi ndryshe, është ende pa punë dhe as me rikëthyn RTK ku ka punu, se kanë marrë mundin edhe pse ja din situatën. Për më te për numëri rritja e numërit ministrive? Po, rritë tash në 20. Akomodimin tjetëve me marrë vota? Kështu që ka qenë interesant Lullëzën Jagëgjiu, kë ka qenë i përmendun në atë aferën e natën e votimit në KQZ. A dhe ato dishka me IT-a... Të zgjedhjes ka lume fjallë. Që të zgjedhje, para 8 mujve. Dhe më thonë, Dimalin tash për minister, mandej fitore Pacolin minister, po menej, edhe pse fitoren... Do një ministre drejtësis, më së harot. Se po harrojmë do me thënë që ishte pikërisht mandat të Kurtit që provat e Deharit hupën. Edhe Deharin e patën misionën veti. Po pra po, hupin, gjenden, hupin. Edhe Glau ku bre për mëdhimet, së në bo diplomat të peta, dhe më shumë. Shto që për fund qa po menoni qa ka me ndodhë mas zgjedhjeve, se me sigurisht zgjedhjeve deri në zgjedhjen e presidentit këtë pun kemi. Të më dhonë së para ato e me kështu si... Po, me në që matematika aty të njëta, po që kjo rësë menoj që është mirë me marrë një tufan, edhe një surl, edhe më mshu. Që tash është mirë se para zgjedhjeve edhe një infuzion financiar hin, shtin pare prap për fushata dhe për reklama, për popullin është që e mirë, e mandej i sholla, e kemi një qeveri të re,
e cila me të vërtet me ndonë për Asë njëna popullin. vetë nuk mund me bëhe dhe asë një zgjedhjeve. Çfarë do varianti kombinimi du të me qenë? E vërtet. Nëse s'ka kompromis politik, ose në 2, ose 2-3. Nështë e zgjedhin një metodë para zgjedhjeve. E pikërisht, sepse na përsëritet e njëjta histori. Unë e thash, inshallah në mjaftueshëm të meqëm, mos mi përsërit gabimet e Potencialisht këtyre. ata do të me konë për deri sa jam politikan, do të me ditë edhe me bo politikën. Ta shtu një jam skeptike, masi nuk po din edhe politikën me bo, nuk për di Në shka janë ta Kosovë personorë, është një problem. Kalkulator. okej. Kosova ka shumë politikan, asë një bështetas. Qa e problemi jo një Që dora, faleminderit. Faleminderit, na përshkojna veç me një pauzë shumë të shkurtë dhe mandej kthehemi në studio do dhe kemi Baukida Qelaj.